Në një intervistë për transmetuesin publik ARD, kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se Gjermania duhet të tërhiqet nga gara e përvitshme e këngës Eurovision në rast se Izraeli përjashtohet nga pjesëmarrja. Do të mbështesja këtë, tha Merz, duke shtuar se është skandal që kjo madje diskutohet. Izraeli ka vendin atje. Eurovisioni, i cili çdo vit mbledh këngëtarët nga Europa dhe më gjërë, po përballet me tensione të reja politike për shkak të luftës në rripin e Gazës. Disa transmetues publik, përfshirë ata nga Spanja, Irlanda dhe Holanda, kanë kërcënuar që do të tërhiqen nga gara nëse Izraeli nuk i ndalohet pjesëmarrja, duke konsideruar këtë një qëndrim moral ndaj konfliktit. Transmetuesit kombëtar do të përfaqësojnë vendet e tyre në Unionin Evropian të Transmetimeve, EBU, ka një rol të vendimtar në Eurovision, pasi ata marrin pjesë në përzgjedhjen e këngëve, koordinimin e transmetimeve dhe mbikëqyrjen e votimit. EBU-ja ka njoftuar se në nëntor do të zhvillohet një takim online për të gjithë anëtarët për të votuar mbi pjesëmarrjen e edicionit të vitit 2026 që është planifikuar të mbahet në Vjenë në maj të atij viti. Në 2 edicionet e fundit të festivalit janë zhvilluar protesta të shumta kundër pjesëmarrjes së Izraelit, me kërkesa të festivalit të mos injorojë pasojat e luftës në Gaza.